Dizëm i dërëm, se do gjonë shkujnë pak ma ndryshe këtu Kosovë, nuk janë si aty. Do të me bo marrëveshje para proke, e din doja, e din nalët lutë në veste përfëtojnë, që se komë si, që se s'ka kujnë s'më me folë edhe kryja. Ti je të folë për shka tjetër? Jo, jem të folë pikrish për këto, ti, shoqë jam, nuk ka Gjermoni këtu, e din doja që shkojnë punë këtu. Që që ke pagu masët sigurisë? Doj, këto për me këqërë, e din që shkojnë punë. Që po të kalëzaj, a bo me punë? Jo, vesh 2 fjorë ti për punë. Po e din doja që shkoj punë që me dojnë për foli, në që se jena gabim dikon, ose ta kana bo pa drejt, ose ta kanë bo ma smine dikon, unë e po të kalëzaj, nuk darë po të kalëzaj që zyre mo. Në që se nuk konsideroj polë për polën e konsideroj dhe si jëntor familje. Sipas përmbaruesit privat, që sipas qytetarit AB, dëgjohet në këtë audioingjizim, duhet pritet momenti i duhur për të kryer punët në gjykat. Nëse na leni me punuaj, nëse na leni me kry punën lënani, nëse na puni presion na po i nuk i maltretoj, po aty ky doja din, aty shkon me momente, e gjur momentin të te kohën dhe e kryn punën që nuk ta merr mendje që shkryje. Do këtë pa besueshme, me dojnë të thonë se o lënë tjetër Gjermania, tjetër këtu në Qitash momenti u jena disproporcion në ullu. Moment ma shumë largë. Qyre, e kena momentin, Lena, nëse na leni afak, nëse nuk ta boni presion, dojnë në mjë shqyrë për kurim. Gjithë shka do të thotë në kodër do të thotë procedurës këmë folë, do të thotë saj për këtë procedurave gjyqësore këmë folë, jo dhe do të thotë me një mendim tjetër ose nuk i kom cekë, nuk jam këto fjallë të mija të ndërëmë, nuk i kom thonë këto fjallë. Nëse nuk jenë tuat, atëri po thoni që jenë të vlogë të uaj? Po, unë nuk di se më kujtuar që kom qenë një moment aty prezident kom qenë edhe do të nësë jem fjallë të mija, se që më i autorizume edhe me, do të me komentu. Unë jem vllai i tina, shumë do të prej, do të na jena bineq, do të jena shumë gjajshëm. Në audioingjizim dëgjoni të dy jo, sepse janë 2 zëra, nga ndoset e ngjashëm, janë 2 zëra aty. Dhe nëse ju thoni që këto fjalë nuk i kam thënë unë, i bie që i ka thonë Ismeti. Dhe nëse ato fjalët e Ismetit i bie që i keni thënë jo. Veç, po ju tregoj që do të thotë London sa e di unë, do të thotë e ka proceduar në mënyrë të ligjshme. Në mënyrë të ligjshme, do të thotë ka bë mjaft mundim vëllor sa unë jam dieni, do të kanë edhe me notë të tëra do të thotë vetëm ja proceduar London. Garancionin siç pretendonin ata për masën e sigurisë, Ismet Islami po e mbante në llogaritë të tij. Une i kom dërgu paret direkt në konton tënde, që tash është pyetja, që ta 21.000 euro që ja kom dhënë në konton tënde, a janë në konton tënde, po a jo? Po janë. Po janë. Po janë. Edhe, a manesh më ma vërtetu që janë? I ndëron, apo nalësh tash pak. A manesh më vërtetu? Unë ta vërtetoj që janë në kontot teme, edhe ta vërtetoj që unë bashkë me mos e kom qua kom dhënë garancionin. Qyre, ti Olan, unë gëmë. A ma vërtetimet? Qyre, ta kom të rëgu, Olan. Jo, kjo është dokumenti që kemi dërgu gjë? Olan, qyre, qyre, unë pesho do të që ti realisht do të e ke hupë besimin të na. Në është ta, ty për doket, apo doket që mos kena mashtona i qenë, Olan. Po se a i ka jetu i jashtë edhe këtu, në që se caktuat se unë a i ma ka vënë autorizimin për me mujtë me përfacu këtë. Unë faktikisht a i mi ka qurë 1.500 euro tjerat, unë i kom deponu për mosë sigurisë, takse mosë sigurisë. Në këna pritë gjdo moment mu caktu mosë sigurisë. Unë e kom posë për të mirën e tina, jo temën, jo që me i shfridzu atë pare.